Në Big Brother nuk janë gjithmonë shpërthimet ato që lënë gjurmë. Ndonjëherë janë fjalitë e ftohta. Ato që thuhen pa zë të lartë, pa britma, por me një distancë që dhem më shumë se çdo ofendim. I tillë ishte momenti kur Limi ju drejtua Albës me fjalët: "Shi moj goce punën tane, mua s'ma ndjen për ty fare." Një fjali që në një ambient normal mund të kalonte pa shumë vëmendje. Por brenda mureve të Big Brotherit, ajo u bë një vi ndarse. Sepse aty, çdo fjalë është deklaratë. Çdo fjali është pozicionim. Dhe kjo fjali ishte një mbyllje dere, e ftohtë, e prerë, pa kthim mbrapa. Tensioni mes Limit dhe Albës nuk lindi në atë moment. Ai ishte ndërtuar gradualisht, stres mbi stres, nga keqkuptime, përplasje karakteresh, nerva të akumuluara dhe një klimë e përgjithshme e rënduar në shtëpi. Por ky moment ishte kulmi I një distance që më parë ishte e partikuluar. Kur Limi I tha Albës të shite punën e saj, ai nuk po I kërkonte thjesht hapësirë. Ai po I vendoste kufi. Po I thoshte: "Mos u përfshi, mos më afro, mos më konsidero faktor në botën tënde." Dhe fjalia e dytë, "mua s'ma ndjen për ty fare", ishte goditja përfundimtare. Jo sepse ishte e zhurmshme, por sepse ishte indiferente. Indiferenca është forma më e ftohtë e refuzimit. Alba, në atë moment, u përball me diçka që është shumë e vështirë për t'u përtypur. Jo zemërim, jo xhelozi, por mohim emocional. Sepse kur dikush thot s'ma ndjen, ai nuk po sulmon, po përjashton. Dhe përjashtimi, sidomos në një hapësirë të mbyllur si Big Brother, është një nga format më të forta të dhimbjes psikologjike. Reagimi I Albës nuk ishte I menjëhershëm. Dhe kjo ishte domethënëse. Sepse ndonjëherë fjalët nuk të lëndojnë në momentin që thuhen, por disa sekonda më vonë, kur kupton çfarë nënkuptojnë. Kur kupton se dikush ka zgjedhur të heqë nga radari I tij emocional, nga ana tjetër, Limi duke I lodhur, I konsumuar. Fjalët e tij nuk ishin shpërthim, ishin dorëzim. Një mënyrë për të thënë: "Nuk dua më përplasje. Nuk dua më shpjegime, nuk dua më asgjë." Por mënyra se si artikuloi këtë dëshirë ishte e ashpër, e ftohtë dhe pa empati, dhe këtu lind pyetja kryesore: a ishte kjo një shenjë force apo një shenjë dobësie? Në Big Brother, shumë banorë përdorin distancën emocionale si mbrojtje. Kur ndihen të rrezikuar, të ekspozuar ose të lënduar, zgjedhin indiferencën si armë. Sepse të thuash s'ma ndjen është më e lehtë se sa të pranosh: "Jam I lënduar, jam I ngarkuar, nuk po ja dal", por fjala ka peshë. Dhe mënyra si thuhet edhe më shumë. Alba, pavarësisht çdo gabimi apo reagimi të mëparshëm, u përball me një mur që nuk të lejon debat. Nuk të lejon sqarim, nuk të lejon dialog. Dhe kjo krijon një ndjenjë pa fuqie. Sepse si lufton me dikë që thotë se nuk I intereson, ky moment ndryshoi dinamikën e shtëpisë. Banorët e tjerë e ndjen tensionin. Heshtja që pasoi ishte e rënë. Sepse të gjithë e kuptuan se kjo nuk ishte më një përplasje e zakonshme, ishte një prishje marrëdhënieje, qoftë edhe vetëm njerëzore. Publiku, nga ana tjetër, u nda. Disa e pan Limin si dikë që po mbron veten dhe vendos kufi. Të tjerë e pan si të ftohtë, arrogant, madje shpërfillës. Ndërsa Alba u pa nga disa si provokuese, nga të tjerë si e lënduar dhe e nënvlerësuar, por e vërteta, si gjithmonë, është më komplekse. Ky episod nuk është vetëm për Limin dhe Albën. Është për mënyrën se si flasim kur jemi të lodhur emocionalisht. Për mënyrën se si zgjedhim fjalë që mbyllin në vend që të shërojnë. Dhe për faktin se në një lojë si Big Brother, ku nuk ka ratisje nga tjetri, çdo fjalë mbetet pezull në ajër më gjatë se sa mendojmë. "Mua s'ma ndjen për ty fare" nuk është thjesht deklaratë. Është fund dialogu. Dhe kur dialogu mbaron, fillon izolimi. Në fund, ky moment mbetet si një pasqyrë për të gjithë: si sillemi kur jemi të mbingarkuar, a zgjedhim të flasim, apo të përjashtojmë, a vendosim kufi me qetësi, apo me ftohtësi që lëndon. Big Brother vazhdon. Loja ecën përpara. Por fjalët mbesin. Dhe kjo fjali e Limit do të mbahet mend jo për zhurmën, por për heshtjen që la pas.